Zbulimi i një të vërtetë të fshehur. Kur vendosa të adoptoja një fëmijë, nuk e dija se jeta ime do të merrte një kthes kaq të jashtëzakonshme. Ishte një dimër i ftohtë dhe unë ndihesha i mbushur me një boshllëk që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Pas humbjes së disa mundësive për të pasur një familje të plotë, vendosa të jap dashurinë time dhe shtëpinë time për një fëmijë që kishte nevojë. Atëherë erdhi ai, një djalë 4 vjeç me sy të kaltër si deti dhe flokë të ndritshëm që përhapnin një energji të çuditshme rreth tij. Ditët e para me të ishin një fllad i lumturisë së pastër. Ai më kapte dorën dhe më shikonte me një ndjenjë të pasigurt, por gjithashtu me një besim të heshtur. Në çdo hap të tij, unë ndjeja se ai kishte kaluar shumë, ndoshta më shumë se sa mund ta përballonte një fëmijë kaq i vogël, por unë nuk e dija atëherë se sa e vërteta qëndronte thellë, e fshehur pas buzëqeshjeve të tij të vogla. Jeta jonë u ndërthur ngadalë dhe u bë e pandashme. Çdo mëngjes, ai më zgjonte me një përqafim dhe një puthje në faqe. Çdo mbrëmje, ai flinte në krahët e mi, duke u ndjerë i sigurt dhe i mbrojtur. Ne krijuam një rutinë të përbashkët, duke vizituar parqet, duke lexuar libra dhe duke ndërtuar një botë ku ai mund të ishte vetvetja. Unë gjithmonë e kaloja mendimin që nuk kishte rëndësi nga vjen ai apo çfarë trashëgimi e kishte. Dashuria ime ishte e pakushtëzuar, por një ditë gjithçka ndryshoi. Një dokument i papritur që kishte mbetur i fshehur në një arkiv të vjetër zbuloi një të vërtetë që më la pa frym. Ai nuk ishte thjesht një fëmijë i zakonshëm që ishte pa familje. Ai ishte pjesë e një familje mbretërore, një trashëgimtar i fshehur, i vendosur në një institucion larg nga sytë e botës për të mbrojtur sigurinë e tij. Fillimisht nuk mund të besoja. Si ishte e mundur që fati kishte vendosur një të tillë djalë në jetën time pa qëllim? Pyetjet e mia nuk kishin fund. Pse ishte fshehur? Pse nuk më than këtë më herët? Dhe më rëndësishmja, çfarë do të thoshte kjo për jetën tonë së bashku? Kur e shikoja atë, ai nuk e kuptonte rëndësinë e të gjitha këtyre fakteve. Për të, unë isha prindi i tij, dhe kjo ishte e gjitha që kishte rëndësi. Por për mua, çdo veprim, çdo buzëqeshje dhe çdo hap i tij tani kishte një peshë të re. Ai ishte trashëgimtari një dinastie të famshme. Një fëmijë që mund të ndryshonte historinë e një familje të tërë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me konfuzion dhe dyshime. Unë kërkova të kuptoja origjinën e tij, kontaktova historian dhe studiues të familjeve mbretërore, dhe përpiqesha të mbaj një ekuilibër mes dashurisë për djalin tim dhe realitetit që ishte para meje. Informacioni që mblodha ishte i pabesueshëm. Linja e tij familjare ishte një nga më të vjetrat në kontinent, me lidhje që shtriheshin për shekuj të tërë dhe një trashëgimi që ishte ruajtur me kujdes përmes brezave. Por ndërsa kuptoja këtë botë të re, një pyetje e madhe më shqetësonte. Çfarë do të thoshte kjo për marrëdhënien tonë? A mund të vazhdonim jetën tonë normale? Apo kjo e vërtet do të thoshte se ai do të ishte i detyruar të ndiqte rrugën e tij të origjinës mbretërore? Dhe më rëndësishmja, si do të mund ta mbroja nga presionet e jashtme dhe pritjet e botës që tashmë shihte atë si diçka më shumë se thjesht një fëmijë? Kur ula pranë tij atë mbrëmje dhe e përqafoja fort, ndjeva një përzierje të dashurisë, frikës dhe një përgjegjësie të thellë. Ai ishte djali im, pjesë e shpirtit tim dhe bota jone përbashkët nuk mund të ndryshohej nga një titull apo një histori e fshehur. Por unë gjithashtu e kuptova se nuk mund të injoroja të kaluarën e tij. Ajo ishte pjesë e tij dhe pjesë e së ardhmes së tij. Zbulimi i kësaj të vërtete ishte si një stuhi që më kaploi, por gjithashtu ndriçoi një rrugë të re për mua dhe për të. Dashuria që ndanim nuk ishte më vetëm një lidhje emocionale. Ajo ishte një angazhim për të mbrojtur dhe për të udhëhequr një fëmijë që, edhe pse i vogël, kishte rëndësi për një botë më të madhe. Në atë moment, kuptova se historia jon nuk ishte më thjesht e jon. Ajo ishte një ndërthurje e fatit, dashurisë dhe përgjegjësisë, një tregim që nuk mund të shkruhej vetëm nga ne, por që duhej jetuar dhe përjetuar në çdo moment. Dhe ndërsa shikoja sytë e tij të pafajshëm, e dija se pavarësisht nga titujt, lidhja jon ishte e pakushtëzuar dhe e përjetshme. Sfida e një jete të re. Ditët pas zbulimit të së vërtetës përkatëse të djalit tim ishin të mbushura me një përzierje emocionesh. Frikë, zhgënjim, konfuzion dhe një ndjenjë të thellë përgjegjësie. Për herë të parë, unë ndjeva peshën e një sekreti të madh që kishte ndryshuar gjithçka që kisha menduar për jetën tonë. Çdo gjë që ndodhte tani kishte një nuancë tjetër, një rëndësi të fshehur që më detyronte të rishikoj gjithçka që kisha marrë si të sigurt. Në mëngjesin e parë pas lajmit, ai djali i vogël u zgjua me buzëqeshjen e tij të zakonshme dhe më shikoi me sy të pafajshëm. Mirëmëngjes, prindi im, tha ai me një zë të ëmbël, por për mua, zëri i tij nuk ishte më thjesht një shenjë lumturie.
Ai ishte një kujtesë e një bote të jashtme që unë nuk mund ta shihja. Një botë që shtrihej shumë më gjerë se shtëpia jonë e vogël dhe ngrohtë. Fillimisht u përpoqja të vazhdoj me rutinën tonë normale. Shkuam në park, vizituam librarit dhe ushqyem zogjt në liçen. Por çdo gjest, çdo shikim i tij, më kujtonte se ai nuk ishte thjesht një fëmijë i zakonshëm. Çdo fjalë që thoshte mund të kishte një rëndësi më të madhe për një rrjet kompleks të lidhur me trashëgiminë mbretërore. Dhe unë fillova të ndihesha si një rojtar i fshehtë që duhej të mbante një thesari të çmuar. Ndërkohë, kontaktet e para me historian dhe ekspert të familjeve mbretërore më hapën një derë të botës së tij të fshehur. Ata më shpjeguan se linja e tij ishte mbushur me marrëveshje politike, aleanca dhe tradita që kishin mbijetuar për shekuj të tërë. Ai ishte pjesë e një rrjeti që mund të ndikonte jo vetëm në të ardhmen e tij, por edhe në historinë e një kombi. Çdo vendim, çdo veprim i tij kishte një peshë që unë nuk e kisha imagjinuar kurrë. Kjo e vërtet e re, solli sfida të mëdha në marrëdhënien tonë të përditshme. Djali im ishte ende një fëmijë që donte vetëm të luante dhe të ndjehej i sigurt. Por tani, çdo moment i pafajshëm mund të kishte pasojë të papritura. Shkolla dhe mjediset sociale ishin më të rrezikshme. Ndihesha i detyruar të kontrolloja çdo gjë që mund të ndikonte në jetën e tij. Madje edhe shoqëria e tij me fëmijët e tjerë duhej të menaxhohej me kujdes për të shmangur çdo situatë që mund të kërcënonte identitetin e tij të fshehur. Një nga sfidat më të mëdha ishte të vendosja kufijt mes mbrojtjes dhe normalitetit. Djali më pyeste shpesh pse nuk mund të shkojë në disa vende, pse nuk mund të ketë miq të rinj pa njohur të kaluarën e tij. Ai nuk kuptonte se sa e rrezikshme mund të ishte për të ekspozuar fëmijërinë e tij të zakonshme. Kjo krijonte tensione midis dashurisë dhe përgjegjësisë, një tension që ndjeja çdo ditë dhe që më shtynte të jem gjithmonë i vigjilent dhe i kujdesshëm. Ndërkohë, bota e jashtme filloi të futet në jetën tonë pa e kuptuar. Letra të fshehta, thirrje të papritura nga persona të panjohur dhe vizita të paplanifikuara të njerëzve të lidhur me familje mbretërore krijuan një ndjenjë të vazhdueshme ankthi. Çdo hap që unë merrja duhej të ishte i matur, çdo fjalë thënë me kujdes. Ndërkohë, djalit ishte thjesht një fëmijëri që donte të jetonte. Tensioni midis realitetit dhe pafajësisë së tij ishte një barë e rëndë, por e pamundur të shmangshme. Në këtë periudhë, unë fillova të kuptoj se mbrojtja e tij nuk ishte thjesht një detyrë fizike. Ishte gjithashtu një angazhim emocional dhe moral. Duhej të mësohesha të balancoj dashurinë pa kushte me përgjegjësinë ndaj një trashëgimie që mund të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Çdo vendim që merrja ndikonte jo vetëm në të tashmen, por edhe në të ardhmen e tij si trashëgimtar. Një nga momentet më të vështira ishte kur ai pyeti për prindërit e tij biologjik. Ku jam maman dhe babai im, tha ai një mbrëmje duke shtrirë duart e vogla drejt meje. Ishte një pyetje që më theri zemrën. Nuk kishte përgjigje të thjeshtë. Për t'i thënë të vërtetën, duhej të zbulonja një rrëfim kompleks. Një rrjet të fshehtë që lidhej me traditat mbretërore dhe marrëveshjet familjare. Por për të mos thyer zemrën e tij të pafajshme, unë vendosa të tregoj pjesë të historisë, duke ruajtur një pjesë të misterit dhe duke i dhënë një ndjenjë sigurie dhe dashurie të pakushtëzuar. Përtej tensioneve emocionale, gjithçka që bënim tani kishte një planifikim të hollësishëm. Shkollat, mjediset sociale, aktivitetet jashtë shtëpisë, çdo gjë duhej të menaxhohej me kujdes. Për herë të parë ndjeva një izolim të thellë. Bota jone e përbashkët nuk ishte më thjesht shtëpia dhe lagja. Ajo ishte një strukturë komplekse që duhej të ndërtohej për të mbrojtur një trashëgimtar që nuk mund të lejohej të ekspozohej. Në këtë kohë, ndjeva gjithashtu një transformim të thellë brenda vetes. Dashuria ime nuk ishte më thjesht emocionale. Ajo u bë strategjike dhe ndërgjegjshme. Duhej të mendoja për të ardhmen e tij në një mënyrë që nuk e kisha menduar kurrë. Si ta mbroj trashëgiminë e tij, si ta ndihmoja të rritej i lumtur dhe i sigurt, dhe si të ruaja marrëdhënien tonë të veçantë që tani ishte në presion të jashtëzakonshëm. Duke u përballur me këtë realitet, fillova të mësohem të ndërthur dashurinë, disiplinën dhe vigjilencën. Çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo zgjedhje kishte një rëndësi të dyfishtë. Për fëmijën tim dhe për trashëgiminë e tij. Unë fillova të përdor burimet e mia në mënyrë më të mençur, të konsultohem me ekspert dhe të krijoj një rrjet mbrojtës që mund të siguroj se jeta e tij do të vazhdonte normalisht, pa humbur lidhjen tonë të veçantë. Në fund, sfida më e madhe nuk ishte të kuptoja botën e jashtme apo trashëgiminë mbretërore. Ishte të ruaja integritetin e marrëdhënies sonë, të mbaja një fëmijëri të pafajshme dhe të jetoja një dashuri që nuk mund të zhbëhej nga tituj apo histori të fshehura. Çdo ditë ishte një mësim i ri, një hap i vogël drejt balancës midis dashurisë dhe përgjegjësisë,
midis privatësisë dhe një bote që kërkonte të merrte pjesë në jetën e djalit tim. Ndërhyrja e botës mbretërore. Ditët kalonin ngadalë, por tensioni rritej me çdo mesazh të papritur dhe çdo vizitë të paftuar. Nuk kishte më kthim pas. E vërteta kishte dalë në dritë dhe tani ne ishim pjesë e një historie që shtrihej shumë më larg se shtëpia jonë e vogël. Çdo gjë që bënim duhet të planifikohej me kujdes. Dhe unë ndihesha si një regjisor i padukshëm që drejtonte jetën e një fëmie që nuk mund të ishte thjesht i zakonshëm. Një mëngjes të qetë, ndërsa djalit i isha përqafuar fort para se të shkonte në shkollë. Dera e shtëpisë son u trokit me një fuqishmëri që më bëri të ngrija gjakun. Një burr i gjatë, i veshur me rroba të shtrenjta dhe me një shikim të ashpër, që prezantoi veten si një përfaqësues i familjes mbretërore, kërkoi të flas me mua. Ai nuk vinte thjesht si një mysafir i zakonshëm. Ai ishte një lajmëtar i botës që do të shndërronte jetën tonë të përditshme. Në atë moment ndjeva një përzierje frike dhe përgjegjësie. Ai nuk ishte ardhur për të biseduar për fëmijërinë apo për lojërat e zakonshme. Ai ishte këtu për të vendosur rregulla dhe për të përcaktuar se çfarë mund dhe çfarë nuk mund të bëhej me trashëgimtarin e vërtetë. Çdo fjalë e tij ishte e matshme, çdo lëvizje e tij një treguesi një bote ku unë nuk kisha përvojë. Ai më tha qartë: "Fëmia juaj ka një vend në historinë e familjes sonë. Është e nevojshme të fillojmë të përgatitemi për përgjegjësitë që do të vinë. Nuk mund të lejohet çdo gjë që ishte normale për fëmijë të zakonshëm. Ai ka një trashëgimi që kërkon respekt dhe disiplinë." Fjalët e tij më goditën si rufe. Nuk kishte më kthim pas. E dija se çdo ditë normale që kisha menduar se mund të kishim, tani ishte në presionin e pritshmërive që nuk mund t'i shmangesha. Por ndërkohë që ai fliste me ton të prerë dhe autoritar, unë shikoja djalin tim të vogël që ende nuk e kuptonte thellësinë e situatës. Ai më shikonte me një besim të pafajshëm, dhe unë ndjeja se duhet të gjeja një mënyrë për të ruajtur botën e tij të thjeshtë, edhe ndërsa presioni jashtë fillonte të rritet. Pas takimit, unë fillova të mësoj rregullat e botës së tij të re. Historian, këshilltar dhe arkivist më dërguan dokumente të trashëgimisë së familjes mbretërore, me udhëzime për edukimin e trashëgimtarit, rituale të fshehta dhe mënyra të përkujdesjes së sigurisë së tij. Çdo dokument më kujtonte se kjo nuk ishte më thjesht fëmijëria e një djali të zakonshëm. Çdo vendim tani duhej të merrej duke marrë parasysh një trashëgimi shekullore. Një nga sfidat më të mëdha ishte shkolla dhe edukimi. Nuk mund të lejoja që djalit i shfaqej bota e jashtme si një fëmijë i zakonshëm, sepse kjo mund të rrezikonte identitetin e tij të fshehur. Por ai ishte ende një fëmijë që donte të mësonte, të luante dhe të bëhej pjesë e shoqërisë. Duhet të gjeja një mënyrë për ta kombinuar këtë të jepte një edukim normal, por të mbrojtur nga ndikimi i jashtëm dhe presionet mbretërore. Një tjetër problem ishte kontakti me familjen e tij biologjike. Pasi takova disa anëtar të familjes mbretërore, kuptova se ata e shikonin djalin si një aset e çmuar, një trashëgimtar që duhet të përgatitej për detyrat që rrjedhin nga pozicioni i tij. Për ta, çdo veprim i tij ishte i planifikuar dhe çdo emocion i tij duhej të menaxhohej. Kjo ishte një botë ku dashuria dhe emocionet e vërteta shpesh injoroheshin për shkak të detyrave dhe pritshmërive. Unë ndjeva se isha në një betejë të heshtur, si të mbroja djalin tim nga presionet e jashtme, pa e privuar atë nga lumturia e pafajshme e fëmijërisë. Çdo vizitë e familjes mbretërore ishte një kujtesë e fuqisë dhe ndikimi që ata kishin mbi jetën e tij. Por unë nuk mund të lejoja që ai të humbiste atë që e bënte atë unik, pafajësinë dhe lidhjen tonë të veçantë. Për të ruajtur këtë ekuilibër, fillova të krijoj një rrjet mbrojtës të fshehtë. Konsultoja psikolog, edukator dhe ekspert të sigurisë, duke ndërtuar një mjedis ku ai mund të rritej si një fëmijë normal, ndërsa gjithçka që mund të ndikonte trashëgimin e tij mbikëqyreshin me kujdes. Çdo ditë ishte një strategji, një kombinim i dashurisë dhe vigjilencës, një balancë e brisht midis fëmijërisë dhe përgjegjësisë. Një nga momentet më të vështira ishte kur djalit filloi të kuptonte se disa gjëra në jetën e tij nuk ishin të zakonshme. Ai më pyeste pse nuk mund të kishte festa të zakonshme, pse nuk mund të ftonte të gjithë miqtë e tij, pse disa udhëtime nuk ishin të lejueshme. Ishte e vështirë të përgjigjesha, sepse nuk mund të shpjegoja të gjithë kompleksitetin e trashëgimisë mbretërore. Unë i thash, disa gjëra janë sekretet e tua speciale, dhe ne do t'i ruajmë së bashku. Por në thellësi të zemrës, unë dija se kjo ishte vetëm pjesërisht e vërtetë. Disa sekrete ishin të mëdha, dhe ata nuk mund të mbaheshin përgjithmonë. Ndërkohë, marrëdhënia jon filloi të forcohej në një mënyrë tjetër. Ai ndjeu dashurinë time dhe mbrojtjen time pa kushte,
dhe unë kuptova se pavarësisht presioneve dhe pritshmërive të botës së jashtme, lidhja jonë ishte më fortë se çdo titull apo trashëgimi. Ai më mësoi se dashuria e vërtet nuk mund të zëvendësohej nga fuqia apo pasuria. Ajo ekzistonte në çdo përqafim, çdo buzëqeshje dhe çdo moment të përbashkët. Por sfidat nuk kishin përfunduar. Familja mbretërore filloi të kërkojë më shumë përfshirje në jetën e tij, duke kërkuar të vendosë rregulla më të rrepta dhe të kontrollojë çdo aspekt të edukimit dhe aktivitetit të tij. Kjo krijoi një tension të vazhdueshëm midis nevojës për normalitet dhe pritshmërive të jashtme. Çdo ditë ishte një negociatë e kujdesshme, një test i durimit dhe forcës emocionale. Në këtë periudhë, unë kuptova se detyra ime nuk ishte vetëm të jem prindi i tij. Unë duhej të bëhesha një udhëheqës, një mbrojtës dhe një strateg që mund të siguroj se fëmijëria e tij nuk humbiste mes pritshmërive dhe kërkesave të botës mbretërore. Dashuria ime duhej të kombinohej me zgjuarsi, vigjilencë dhe planifikim strategjik, për të siguruar që ai të rritej si një fëmijë i lumtur dhe i sigurt, ndërsa trashëgimia e tij mbrohej. Presionet dhe përplasjet e jashtme. Ditët kalonin, por çdo ditë vinte me sfida të reja dhe tensione të padukshme që rriteshin ngadalë. Por pa pushim, çdo telefonat, çdo letër dhe çdo vizitë e papritur nga përfaqësues të familjes mbretërore sjellin një ndjesi të re ankthi. Tani, jeta jone e përditshme nuk ishte më thjesht shtëpia jone e ngrohtë dhe rutina që kishim ndërtuar. Çdo hap i djalit, çdo zgjedhje e tij dhe çdo moment i lumturisë së tij kishin një rëndësi të fshehur që ndihesha i detyruar ta menaxhoja. Një nga sfidat më të mëdha ishte ndryshimi i pritshmërive nga anëtarë të caktuar të familjes mbretërore. Disa prej tyre shfaqeshin me një autoritet të hapur, duke kërkuar të vendosnin rregulla strikte që shpesh përplaseshin me jetën normale të një fëmije. Një ditë, një zonjë e veshur me elegancë, e cila prezantoi veten si afërt me linjën e trashëgimisë, erdhi në shtëpinë tonë dhe filloi të përgatiste një plan të detajuar për edukimin dhe aktivitetet e djalit. Ai duhet të mësoj disiplinën, etikën dhe historinë e familjes nga një moshë e hershme, tha ajo, duke mos lënë hapësirë për diskutim. Në fillim u përpoqa të shmang përplasjen e drejt për drejt, por shpejt kuptova se çdo kompromis i vogël mund të shndërrohej në një presion të madh në jetën e djalit. Ai ende ishte një fëmijë që donte të luante, të bënte miq dhe të ndjehej i lirë. Çdo ndërhyrje jashtme që ndryshonte këtë, shkaktonte ankth dhe konfuzion te ai. Fillova të ndiej një ndarje të brendshme. Si mund të mbroja fëmijërinë e tij, ndërkohë që isha i detyruar të respektoja një botë që nuk e kuptonte rëndësinë e pafajësisë së tij. Një nga situatat më të vështira erdhi kur një udhëtim i planifikuar nga familja mbretërore u bë i detyrueshëm. Ata kërkuan që djali të merrte pjesë në një ceremoni të fshehtë, e cila ishte pjesë e një tradite shekullore. Unë e dija se ai nuk ishte i përgatitur emocionalisht dhe nuk mund të kuptonte rëndësinë e asaj ceremonie, por ata insistuan. Ndërkohë që përgatiteshin për udhëtimin, unë shikoja sytë e tij të pafajshëm dhe ndjeja dhimbje të thellë. Ai nuk dinte pse duhej të largohej nga shtëpia e tij, nga loja dhe nga rutina që e bënte të ndihej i sigurt. Gjatë udhëtimit, tensioni u rrit akoma më shumë. Ceremonia ishte jashtëzakonshme, me rroba të shtrenjta dhe rituale të hollësishme që nuk kishte kuptim për një fëmijë 4 vjeç. Ai ndihej i friksuar dhe i hutuar, duke kërkuar krahët e mi. Unë bëra gjithçka që të krijoja një ndjenjë sigurie, duke i mbajtur dorën dhe duke i shpjeguar çdo gjë në mënyrë të thjeshtë, por gjithmonë duke ruajtur respektin për kërkesat e familjes mbretërore. Ai më shikonte me një besim të pafund dhe kjo më bëri të kuptoja se dashuria jon ishte një mburojë më e fortë se çdo presion i jashtëm. Pas ceremonisë, filluan negociatat e vështira me përfaqësuesit mbretëror. Ata kërkonin që ai të ndjek një program të rreptë edukimi, të mësoj disa gjuhë, të marrë pjesë në aktivitete të caktuara dhe të ruaj një imazh të caktuar publik. Për mua, këto ishin kufizime të mëdha për një fëmijë të vogël. Fillova të ndiej një tension të brendshëm midis detyrës sime për ta mbrojtur dhe presionit të jashtëm për të përputhur me pritshmëritë. Një nga momentet më delikate erdhi kur djalit ju kërkua të takojë një nga anëtarët më të rëndësishëm të familjes mbretërore. Një grua me karakter të fortë dhe autoritet të padiskutueshëm. Ajo donte të shihte nëse djali ishte i përshtatshëm për trashëgimin. Ai, me sytë e mëdhenj dhe të pafajshëm, nuk kuptonte pse po gjykohej për një gjë që nuk kishte bërë asgjë për ta kërkuar. Unë ndjeva një përzierje zemërimi dhe dhimbjeje, por duhej të qëndroja i qetë, për të mos rritur stresin tek ai. Këto përplasje dhe presionet e jashtme filluan të ndikojnë jo vetëm te djali, por edhe te unë. Çdo ditë ndjeja një barë të madhe përgjegjësie. Duhej të jetoja me një ndjesi të vazhdueshme vigjilence, të menaxhoja çdo hap të tij,
dhe të isha i përgatitur për çdo ndërhyrje të papritur nga familja mbretërore. Në momente të caktuara ndjeja një izolim të thellë. Jeta jon private ishte bërë një arenë ku çdo emocion dhe çdo vendim ishin subjekti presionit të jashtëm. Megjithatë, ndërkohë që sfidat rriteshin, marrëdhënia jon u bë edhe më e fortë. Djali filloi të më besonte më shumë, duke ndjerë mbrojtjen dhe dashurinë time. Ai filloi të kuptojë se nuk ishte vetëm në këtë botë komplekse. Unë isha aty për të, duke mbrojtur dhe udhëhequr në mënyrën më të sigurt të mundshme. Çdo përqafim, çdo buzëqeshje dhe çdo moment i përbashkët ishte një akt rezistence ndaj presionit të jashtëm. Një strategji që fillova të përdor ishte të krijoja aktivitetet e tij të përditshme në mënyrë që ato të dukeshin normale, por të mbrojtura nga ndikimet e jashtme. Unë planifikoja çdo ditë, duke përzier lojën, mësimin dhe rutinën me masa sigurie të fshehta. Kjo kërkonte një nivel vigjilence të vazhdueshme dhe një kombinim të dashurisë dhe inteligjencës strategjike. Ndërkohë, filluan komunikimet më të komplikuara me përfaqësuesit mbretërore. Ata nuk ishin thjesht të interesuar për trashëgiminë e tij. Ata donin të kontrollonin çdo aspekt të jetës së tij, duke përfshirë miqt, edukimin dhe aktivitetet jashtë shtëpisë. Çdo refuzim i imi për të pranuar kërkesa të caktuara shkaktonte tension dhe presion të shtuar. Kjo ishte një lojë delikate ku unë duhej të ruaja respektin dhe marrëdhënie me familjen mbretërore, pa sakrifikuar lumturinë dhe sigurinë e djalit. Në mes të gjithë këtij presioni, kuptova një gjë të rëndësishme. Dashuria jonë ishte një forcë që mund të përballonte çdo sfidë, pavarësisht nga pritshmëritë dhe presionet e jashtme. Lidhja midis meje dhe djalit ishte e pakthyeshme. Ai më mësoi se edhe në mes të vështirësive më të mëdha, dashuria dhe përkujdesja e sinqertë mund të jenë buroja më e fortë. Por sfidat nuk përfunduan këtu. Familja mbretërore filloi të propozojë ndryshime në stilin e jetës, duke përfshirë rregullime të aktivitetit të tij, udhëtime të shumta dhe takime të planifikuara me figura të ndryshme që do të ndikonin në karakterin dhe perceptimin e tij. Unë ndjeva një tension të jashtëzakonshëm. Si të mbrongoja fëmijërinë e tij, ndërsa një botë e tërë kërkonte ta formonte atë sipas pritshmërive të saj. Në këtë periudhë të vështirë, unë fillova të kuptoj se forca e vërtet nuk ishte në të shmangur presionin, por në mënyrën se si e menaxhoja atë. Duhet të jem vigjilent, i kujdesshëm dhe i vendosur, duke ruajtur lidhjen tonë të veçantë dhe duke ndihmuar djalin të kuptonte se dashuria dhe siguria e tij nuk varen nga pritshmëritë e botës. Ekuilibri dhe ardhmja e djalit. Ditët e presionit të jashtëm, vizitave të paparashikuara dhe kërkesave të shumta ishin bërë pjesë e jetës sonë. Por ndërsa sfidat rriteshin, unë kuptova se mënyra se si qasja këtyre sfidave ishte ajo që do të përcaktonte të ardhmen tonë. Nuk kishte më kthim pas. Zbulimi i trashëgimisë mbretërore kishte ndryshuar gjithçka, dhe ne duhet të mësonim të jetonim me këtë realitet. Në fillim, çdo ditë ishte një betejë vazhdueshme mes kërkesave të jashtme dhe dëshirës për të mbrojtur fëmijërinë e djalit. Ai ende ishte 4 vjeç, i vogël dhe i pafajshëm, dhe unë ndjeja se çdo hap që merrja duhet të ishte i matur me kujdes. Por ndërkohë që kalonin javët dhe muajt, fillova të shoh se fuqia e lidhjes son mund të ndërthurë dy botë që dukeshin të papajtueshme. Bota normale e një fëmijë dhe bota e mbretërisë që i përkiste trashëgimisë së tij. Një nga strategjitë më të rëndësishme që zbatuam ishte të krijonim rituale të përditshme që ishin thjesht të tija. Çdo mëngjes, përpara se të fillonte dita e tij me aktivitete të planifikuara, ai kishte kohë të lirë për lojë, lexim dhe eksplorim të krijuar sipas dëshirës së tij. Ky hap i vogël, por i rëndësishëm, e mbante të lidhur me një ndjenjë normaliteti, duke ruajtur pafajësinë dhe lumturinë e tij. Në të njëjtën kohë, filluam të bashkëpunonim me përfaqësuesit mbretërore në mënyrë strategjike. Në vend që t'i kundërvihesha çdo kërkese, fillova të negocioja dhe të gjeja mënyra që ata të jenë të kënaqur, pa e sakrifikuar jetën normale të djalit. Për shembull, disa aktivitete të caktuara u kombinuan me lojë dhe mësim në shtëpi, duke krijuar një mjedis ku ai mund të mësonte rregullat e trashëgimisë, por gjithashtu të ndjehej si një fëmijë i zakonshëm. Një moment i veçantë ishte kur djalit ju dha mundësia të takohet me disa anëtar të familjes mbretërore për herë të parë në mënyrë të kontrolluar. Ai ishte i friksuar dhe i hutuar, por unë qëndrova pranë tij, mbajta dorën e tij dhe i shpjegova çdo gjë në mënyrë të thjeshtë. Kur e shikova të buzëqeshte dhe të lidhej me ta në një mënyrë të natyrshme, ndjeva një lehtësim të thellë. Ai mund të jetë pjesë e trashëgimisë së tij, por ende të mbajë integritetin e fëmijërisë. Kjo periudhë na mësoi një mësim të rëndësishëm. Dashuria dhe mbrojtja nuk janë të kundërta. Duhet të jesh vigjilent, të ruash rregullat dhe të menaxhosh pritshmëritë, por gjithashtu duhet të jesh i pranishëm,
të japësh përqafime dhe të mbash lidhjen e pastër me fëmijën. Kjo ishte një ekuilibër delikat, por i mundshëm. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ishte komunikimi me djalin mbi trashëgiminë e tij. Me kujdes fillova të tregoj pjesë të historisë së familjes mbretërore, duke e bërë atë të kuptoj rëndësinë e identitetit të tij pa e friksuar ose shtypur. Ai filloi të kuptojë se disa gjëra në jetën e tij nuk ishin të zakonshme, por gjithmonë i shpjegoja se dashuria jon dhe lidhja jon janë të pakushtëzuara dhe të përjetshme. Ky hap e bëri atë më të sigurt dhe më të përgatitur për sfidat që do të vinin. Presioni i jashtëm vazhdoi, por ne mësuam të ndërtojmë rrjetin tonë mbrojtës. Një kombinim i psikologëve, edukatorëve, përfaqësuesve të besuar dhe strategjive të planifikuara më ndihmoi të siguroj që çdo vendim të merrej në mënyrë të mençur. Kjo na lejoi të ruajmë jetën normale të djalit, duke përballuar pritshmëritë e jashtme pa humbur lidhjen e brendshme. Një nga momentet më emocionuese erdhi kur djalit ju dha mundësia të ndërthurë aktivitetet e zakonshme me traditat mbretërore. Ai vazhdoi të luante dhe të mësonte, por gjithashtu filloi të kuptojë rëndësinë e ritualeve dhe historisë së familjes. Kjo ndërthurje i dha një ndjenjë identiteti të plot, ku ai nuk ishte vetëm një fëmijë i zakonshëm, por gjithashtu një trashëgimtar i veçantë me përgjegjësi të rritur, por pa humbur lumturinë dhe pafajësinë. Gjatë kësaj kohe, marrëdhënia jon u forcuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ai më mësoi se edhe në mes të sfidave më të mëdha, dashuria dhe siguria janë të pakapshme dhe të fuqishme. Çdo përqafim, çdo buzëqeshje dhe çdo moment i përbashkët ishte një kujtesë se lidhja jon është më e fortë se çdo titull apo pasuri. Ndërkohë, unë fillova të kuptoj se roli im kishte ndryshuar nga prindi tradicional në udhëheqës strategjik. Duhej të jem vigjilent, i kujdesshëm dhe i mençur, duke balancuar presionet e jashtme me nevojën për të ruajtur një fëmijëri të shëndetshme. Çdo vendim, çdo fjalë dhe çdo veprim ishin pjesë e një strategjie të kujdesshme për të mbrojtur djalin dhe lidhjen tonë. Në fund, ne arritëm të krijojmë një ekuilibër të qëndrueshëm. Djali filloi të shijojë jetën si një fëmijë normal, të luajë, të mësojë dhe të lidhet me të tjerët, ndërsa gjithashtu filloi të kuptojë rëndësinë e trashëgimisë së tij. Presioni i jashtëm u menaxhua me sukses, dhe ne gjetëm mënyra për të ndërthurur dashurinë, sigurinë dhe përgjegjësinë në mënyrë që të mos humbisnim asgjë të vlefshme. Në këtë pikë kuptova një të vërtet thelbësore. Dashuria dhe përgjegjësia mund të bashkëtojnë me sukses, edhe në situata më komplekse. Nuk është e lehtë, kërkon vigjilencë, planifikim dhe një angazhim të përhershëm, por është e mundur. Dhe përmes kësaj përvoje, unë dhe djali kemi krijuar një lidhje që është më e fortë se çdo sfidë, më e pasur se çdo trashëgimi dhe më e thellë se çdo pritshmëri. Ndërkohë që ai rritet, unë e di se do të përballet me presione dhe sfidat e trashëgimisë së tij, por gjithmonë do të ketë një mburojtje të pakapshme, dashurinë dhe mbrojtjen e pakushtëzuar që kam për të. Kjo është ajo që e bën historinë tonë të veçantë dhe të paharrueshme. Një tregim për dashurinë që mund të përballojë çdo sfidë, për kushtimin që nuk mund të thyhet dhe lidhjen që nuk mund të ndalet. Në fund, zbulimi i trashëgimisë mbretërore nuk e ndryshoi dashurinë që ndanim. Ajo e forcoi atë. Ai më mësoi se fuqia e vërtet nuk vjen nga titujt apo pozicionet, por nga lidhja e sinqertë dhe e përjetshme mes një prindi dhe një fëmije. Dhe kështu ne vazhdojmë të jetojmë së bashku, duke ndërtuar një jetë ku dashuria, siguria dhe lumturia janë gjithmonë prioriteti ynë, pavarësisht nga sfidat e jashtme.